Mbani hithra në shtëpi dhe i përdorni në këtë mënyrë, nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Hithra është një barishte shumë e pasur me vlera për trupin e njeriut. Ajo është e pasur me fibër, me kalcium, magnez, protein, vitaminën A dhe vitaminën B6. Kjo barishte duhet të konsumohet rregullisht sepse ndihmon në mirëmbajtjen e niveleve të sheqerit, pastron organizmin nga toksinat dhe forcon sistemin imunitar. Hithra kombinohet mjaft mirë me brokolin, domaten dhe praktikisht me çdo perime tjetër të stinës. Hithra është një bimë shumë e pasur e cila do t'i japë rezultate të mira edhe në forcimin e imunitetit tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Duke qenë se hithra është shumë e pasur me hekur, ajo mund të konsumohet edhe nga njerëzit të cilët kanë edhe pamjaftueshmëri të këtij minerali, siç janë edhe anemikët. Megjithatë, hekuri luan një rol thelbësor te sistemi imunitar, sidomos te limfocitet, të cilat mundësojnë reagimet në kohë të organizmit ndaj infeksioneve të mundshme. Ekspertët thonë se në stinën e pranverës dhe të vjeshtës, trupi ka nevojë për më shumë ushqyes që të mbështesë gjithashtu vitaminat dhe mineralet. Për këtë arsye, ata këshillojnë të konsumoni vazhdimisht hithra dhe barishte të ngjashme të stinës. Hithra fuqizon mëlçin, veshkat, tëmtin dhe fshikëzën e urinës, duke lehtësuar kështu edhe nxjerrjen e toksinave të dëmshme nga organizmi. Hithra mund të gatuhet edhe me çdo barishte tjetër. Ajo vlohet dhe konsumohet si sallatë ose e përfshirë në gatime të ndryshme. Hithra duhet të mblidhet nga vende të sigurta ku nuk janë përdorur pesticide. Ato rriten në natyrë dhe janë të shëndetshme, thonë ekspertët. Me hithrën mund të përgatisni edhe çaj të shëndetshëm, i cili është i pasur me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme për organizmin tuaj. Hithra është një bimë e cila mund të japë shumë efekte mbrojtëse për organizmin, edhe përfitimet që do të merrni nga konsumi i saj do ta bëjnë atë një nga produktet më të veçanta ushqyese për shëndetin e përgjithshëm. Përdorimi i hithrave në dietën tuaj mund të përdoret edhe për të lehtësuar një sër komplikacionesh dhe gjithashtu për të rritur vlerat ushqyese të organizmit. Sipas Healthside, përfshirja e hithrës në dietën tuaj mund të jetë edhe një efekt pozitiv për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të mirat kryesore nga kjo barishte, këshillohet ta përdorni në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Kjo bimë është unike kur është fjala për pastrimin e organizmit, sepse njëkohësisht pastron gjakun dhe nxit edhe punën më të mirë të zorrve. Ndaj ky është një kombinim shumë i dobishëm. Hithra është një bimë e cila gjithë jetën është e shmangur, gjë që mund të përdoret edhe në recetat efektive për të përmirësuar organizmin dhe vlerat e shëndetit. Hithra përmban sasi të konsiderueshme të vitaminës A, vitaminës C, kalciumit dhe minerale të tjera të rëndësishme. Ndërsa në kombinim për shëndetin e kockave dhe të dhëmbëve, ajo sigurisht do t'japë rezultate funksionale vërtet të larta. Më i nevojshëm është edhe përdorimi i çajit të hithrës, i cili mund t'japë rezultate fantastike në përthithjen e këtyre vlerave në organizëm. Çaji i hithrës pastron enët e gjakut në organizëm dhe përmirëson gjithashtu edhe qarkullimin e gjakut. Nëse vuani nga anemia ose çrregullime të qarkullimit të gjakut, duhet ta konsumoni rregullisht brenda dozës së lejuar. Hithra është një bimë e cila mund t'japë rezultate fantastike edhe në përmirësimin e imunitetit tuaj. Një efekt të menjëhershëm e jep kjo bimë edhe në rast të problemeve të diarres. Që ky problem të kalojë shpejt, duhet të përdorni hitër, e cila duhet të kombinohet edhe në receta të ndryshme. Rezultatet që do të merrni nga përdorimi i saj në dietën tuaj do të jenë fantastike dhe në këtë mënyrë, hithra do t'jap edhe përfitimet e saj unike. Larja e kokës me ujin e hithërës këshillohet për ata që kanë probleme me rritjen e ngadaltë të flokut. Për të pasur flok të gjatë dhe të shëndetshëm, rekomandohet larja e flokut me këtë bimë. Hithra mund të përdoret në gatime për të zvendësuar spinaqin, ose si sallatë, ose të zihet për sopa ose çaj. Efektet anësore të hithrës janë ende të panjohura, por është e rëndësishme që nëse merrni medikamente të caktuara, gjithmonë përpara përdorimit të saj duhet të konsultoheni me mjekun tuaj.
në mënyrë që të evitoni gjithashtu edhe problemet e mundshme që mund t'i kanosen shëndetit. Në vendin ton, hithrat janë shumë më të përdorura, si në gatime, ashtu edhe në trajtime të ndryshme për organizmin. Kjo bimë është të përdorur për shejkuj edhe për të lehtësuar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuar nga poleni, gjithashtu edhe nga problemet e plurit. Hithrat, falë vetive të tyre, janë shumë të përdorura në trajtimin e problemeve të veshkave, madje edhe të problemeve të infeksioneve urinare. Lëngu i tyre është perfekt për të larguar lëngjet e tepërta në organizëm, sidomos duke lehtësuar dhe forcuar zemrën, gjithashtu edhe qarkullimin tuaj më të mirë të gjakut. Ndaj përdorimi i kësaj bime në dietën tuaj brenda masave të lejuara, sigurisht që do t'jap shumë përfitime për ju. Por së fundmi, një studim i kryer në Universitetin e Plymouthit doli në përfundimin se hithra mund të përdorej edhe për të trajtuar problemet kryesore siç janë edhe ato të artritit. Personat të përfshirë në studim vunë re se aplikimi i të pastës me hithra të shtypura lehtësonte dhimbjet e kockave në mënyrë natyrale. Gjithashtu ata vunë re se dhimbja ishte më e pakët për gjatë trajtimit me hithra. Gjithashtu hithra është një bimë shumë e mirë edhe mund të funksionojë kundër dhimbjeve të artritit. Rezultatet që do të merrni në këtë aspekt do ta bëjnë atë edhe si një element ushqyes mjaft të dobishëm për shëndetin e nyjeve. Sipas studimeve, është vënë re se dhimbjet e personave që vuanin nga artriti u qetësuan ndjeshëm pas përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe histaminës, të cilat gjendeshin me shumicë të përdorimi i hithrave. Sipas ekspertëve, këto dy substanca janë neurotransmetues të cilat dërgojnë në tru sinjalet e dhimbjeve. Nga ana tjetër, kur hithrat konsumohen në formën e lëngut të shtrydhur ose të çajit, u vure se ato arrinin të paksonin edhe problemet e acidit urik. Ky acid prodhohet kur organizmi tret proteinën dhe akumulohet në nyje dhe në kocka, duke shkaktuar kështu infeksione dhe dhimbje. Por si ta konsumoni hithrën për të lehtësuar këto probleme të nyjeve? Metoda e parë e trajtimit është ta aplikoni direkt në zonën ku keni dhimbje të forta, një pastë me gjethet të hithrave të shtypura, citon Universiteti i Plymouthit. Pra mjafton që të shtypni në mikser gjethet të njoma të hithrës me pak vaj ulliri dhe të lyeni zonën ku keni dhimbje. E mbani për 5 deri në 10 minuta dhe më pas, atë e pastroni me një letër dhe më pas e shplani mirë. Nëse nuk e duroni do të djegjen karakteristike të hithrave ose shikoni që lëkura juaj reagon keq ndaj trajtimit, mund të provoni metoda të tjera. Mjafton të pini një lugë gjelle me lëng hithre të njom 3 herë në ditë. Për 15 ditë do të shikoni ndryshimet. Gjithashtu edhe çaji i përgatitur me hithra si të njom ashtu dhe të thata ka aftësinë të qetësojë dhimbjet e shkaktuar nga artriti. Konsumojeni këtë çaj në një filxhan 3 herë në ditë. Por edhe nëse ju nuk vuani nga artriti, është mirë ta përfshini në regjimin tuaj ushqimor hithrën, duke e përdorur në gatime dhe brenda masës. Ajo përmban flavonoide, vitamina dhe enzima, me veti antiinflamatore që shërbejnë për mirëqenien e organizmit, gjithashtu edhe në parandalimin e një sër komplikacionesh. Hithra është e njohur si Urtia dionica në latinisht dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Hithra ka qenë e përdorur si një diuretik që në kohët e mesjetës në Europë. Një filxhan çaj hitër ose uji i hithrës përmban vitaminën A, B, K, riboflavin, niacin, folat, gjithashtu ajo përmban yndyrna dhe proteina dhe karbohidrate. Ajo është e pasur me minerale të tilla si kalciumi, hekuri, kaliumi, fosfori, zinku, mangani, bakri dhe magnezi. Ju mund të përgatisni lëngun e hithrës duke vluar disa gjethe hitër në ujë, mund t'i shtoni një lugë mjalt për ta ëmbëlsuar. Vetit ushqyese të saj do t'jenë të larta, citon Elthiside. Ajo është e mirë në parandalimin e formimit të gurve në veshka dhe problemet të traktit urinar, lehtëson dhimbjet e gjymtyrëve dhe të muskujve, lehtëson ekzemat dhe përmirëson shëndetin e lëkurës dhe parandalon gjithashtu edhe problemet të alergjive. Ju bëjmë me dije si gjithmonë. Përpara përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun tuaj, sidomos në rastet kur merrni medikamente të caktuara. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.